Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për Qarkun Tiranë, Elisa Spiropali, vijon intensivisht takimet elektorale në kuadrin e zgjedhjeve të 11 majit. Në takimin organizuar në qytetar të Golemit ishin dhe kandidatët Ilva Gjuzi, Pandeli Majko dhe Eldi Çepeli, ndërsa në takimin e pasdites me qytetarët e Rogozhinës ishin kandidatët Pandeli Majko dhe Antonela Dedej. Reformën drejtësi, siç thonë ata, sa të vim ne, do ta shkrim Spaku. Sikur Spaku është nga ai djathti që ka do ta fusin në furrë e do ta shkrim. Po këta janë të shkrirë vetë. Këta nuk gren dot për kohë. Të ngjizin diçka që ka vlerë për njerëzit për këtë vend. Ata nuk kanë zgjedhur akoma hallet brenda tyre. Kush ishte në listë? Kanë futur në listë të mbyllur të Qarkut të Tiranës gjithë gardën e Sali Berishës në kuvend. Keni para po? Flamuri, bodyguardi djathtas. Albana, bodyguardja Majkas. Ky Paloka, bodyguardi përpara, se çkan edhe një tjetër aty nga mbrapa, dhe kjo është lista e Qarkut të Tiranës. Bën edhe primare, te primare i futën në gara, ata jo futën se kush deli pari te primare do jetë lista, edhe këtë kavajës që doli pari primare të Qarkut, as e vum fare. Dhe me thënë drejtën ata fituan mirë keq në 2023 për fajet tona, për përçarjet tona, për muhabetet tona, jo po ky, jo po sedra ime, jo po sedra ati, jo po unë kam qenë këtu, se kur kam qenë unë i kam bledh, po jo kështu dhe humbën. Dhe kush humbi? Nuk humbën ata, se të gjithë vazhdojnë punë të tyre, i kanë shumë mirë punën. Humbën socialistët. 500 veta janë hequr nga puna. Apo jo, është kështu apo jo? A kanë mbetur njerëzit kështu? A kanë mbetur kavaja e papërfaqësuar në asnjë lloj niveli? Se sigurisht që dhe kur sfiton, s'ke përfaqësim politik, pastaj se s'dori Partia Socialiste të merret çdo herë tani apo si është kjo punë. Ky është shansi. Ekip më të mirë se ky, pa modesti fare, nuk e do na keni këtu në 4 vitet e ardhshme, se ne nuk kemi ardhur si jemi mësuar ashtu, ne jemi mësuar si që jemi këtu, që ku shkojmë, punojmë, seriozisht, fitojmë, ndërtojmë, investojmë, qëndrojmë me njerëzit, për që këtu do na keni, dhe jam e sigurt që nga sot e tutje, edhe me fitoren që do marrim në 11 maj, se jam shumë besim plot, të gjithë ju, ne do t'ja ngrem kokën kavajës, dhe në Qarkun e Tiranës do marrim nga rezultatet më të mira, Kavaja prap, ja ku është Golemi, ja ku janë gjitha zonat tu që kërkojnë më shumë investime, patjetër. Klida e përmendi, investimet që janë bërë këtu nuk janë të pakta. Ne sa herë kemi pasur pushtetin lokal, kemi bërë punë shumë të mira në bashkëpunim me qeverinë, po e them këtë parë si rezervë. Punët i ka bërë sepse ka mbështetur Edi Rama, sepse ka mbështetur Partia Socialiste. Se le ta provojë një kryetar bashkie të bëjë një punë, nëse nuk ka mbështetjen e qeverisë. A që mbledhin bashkitë, se s'ka mundësi. Duhet kesh vizionin, duhet kesh projekte, duhet kesh dije, duhet kesh mbështetjen e Edi Ramës, mbështetjen e qeverisë, dhe po ju them që vëmendja që sot ka kavaja dhe nga kryeministri në këtë fushat është shumë e madhe. Mos të lëm të humb kjo mundësi për kavajan dhe mos të lëm të humb kjo mundësi për Shqipërinë, për ta integruar një herë e mirë në Bashkimin Evropian dhe këtë mund ta bëjë është një parti serioze, është një parti e madhe, është një parti që ka program, është një parti që ka lider, është një parti që ka skuadër, është një parti që ka vizion për pushtetin lokal, vizion për pushtetin qendror. Nga 1 milion turistë në 2013, edhe nuk e dia ishin 1 milion, se përgjithsisht ishin vëllezërit Modra Tani, Kosovë, migracion që vinin si turistë, sot janë 12 milion turistë, 11.7 edhe këta nuk ka rënë nga qielli. Këta vinë këtu se ka siguri, këta vinë se ka ndryshuar fytyra e Shqipërisë në të gjitha zonat urbane dhe rurale. Për zonat rurale kemi më shumë për të bërë, sidomos me projektet e reja për rihindjen rurale tani dhe fondet në agrikulturë dhe në bujqësi.